Kur juaj? Gabim e ki. Mos vazhdo me shpik mos të ndjeki penalisht. Tani që po kema, ne kam shok. Shumë. Nga kompanitë e afërta me vetëvendosjen që kanë fituar tender që nga koha kur partia e drejtuar nga Albin Kurti erdhi në pushtet, është edhe ENG.com. Kjo kompani i ka fituar 42 tender që nga viti 2021 me vlerë 9.700.000 euro. 25 prej tyre vetëm nga komuna e Podujevës që udhëhiqet nga Shpejtim Bulliqi vetëvendosjes. Të tjerët nga institucionet qendrore dhe komuna e Mitrovicës e ajo e Prishtinës. Pronari i kompanisë është Eliesa Podvorica. Ai është mik me deputetin e vetëvendosjes Sali Zyba dhe ish deputetin po ashtu të vetëvendosjes Niazi Isaku. Miqësinë e tyre e kanë shfaqur edhe në rrjetet sociale. Se e ka mik Zybën dhe njihen moti e pranoi vetë Podvorica. Keni të kujdes shumë, e mos me marrin për mota, ka problem. Se Niazi Isakun unë e një prej vitit 99, më herët. Gjithashtu edhe Salihu që po kema, unë i kam shok, shumë herët. Nuk o të vejkjerë që më në Vox Kosova kontaktoi edhe me deputetin Zyba. I pyetur nëse ka ushtruar ndikim që kompania e mikut të tij të fitojë tender, ai cilësoi pyetjen si shpifje, edhe pse pyetjet nuk janë konstatime, pra s'kan si t'jenë shpifje. Por Zyba i nxehur, veç pse pyetej, paralajmëronte edhe pa di. Nësë ta konfirmoj dezinformatën ose shpifjet e tua, pavarësisht e ka vinë. Kjo është një tendencë, jo të nëse jo personale është të mirë registruar, ose nëse kanë ndikim kërkon. As kanë biznes kërkon. As pronësia, bashkëpronësia, ndikimas. Asoj tash që ku ke marrë këtë informatën ta deshifroj më shumë. A ju duket korrekte zotri Zyba që persona të lidhur me vetëvendosjen? Mos e të morë në shpifja, për këtë vetë ti dish të ndjek penalisht tash për meja, për shpifjet që të tregon ku të mbaj këtë informatë. Zyba fillimisht e mohoi që ka mik Podvoricën. Kur juaj? Gabim e ki. Që po shpif, mos vazhdo me shpif mos të ndjeki penalisht. Por kur ju pohua se Podvorica e ka pranuar se kanë miqësi, madje të hershme, deputeti e ndryshoi pak deklaratën. Ne nifëm e herë, po miqësia nuk shka në kupton miqësi. Po ju thatë pak më herët që nuk e keni mik. Po nuk e kam mik, po ne njoh. Miqësi çfarë miqësi në kupton? Po veç ju pak tash në bisedën me mua më hudh që jeni meç. Ai më ka thënë që ju jeni meç. Edhe ju pyeta, a keni ushtruar ndonjë ndikim që jeni meç? Ne më shpojtët në tonë që e të ka thonë që është mik, në ka dhënë çfarë mik e kam. Vox Kosova kërkoi përgjigje edhe nga kryetari i Podujevës Shpejtim Bulliqi për numrin e madh të tenderëve që kjo kompani përfitoi nga komuna që ai udhëheq, por sapo dëgjoi pyetjen na tha ti drejtohemi zyrës për informim dhe ndali telefonin, ndërsa zyra e tij nuk u përgjigj fare. Ju lutem, çdo që keni e shkroni me shkrim do i drejtoni zyrës për informim. Marrja e tenderëve në numër kaq të madh për kaq pak kohë siç është rasti me ENG.com është kthyer në operim normal në pushtetin e vetëvendosjes. Veç kjo kompani 42 herë, të tjera edhe më shumë, secila ka një emërues të përbashkët. Pronarët janë të afërt me zyrtar të lartë të vetëvendosjes e të shtetit.